Ndërsa temperaturat kanë arritur në -10 gradë Celsius, banorët e fshatit të Hotit në njësinë administrative të Kastratit prej 4 ditësh, përveç të ftohtit, po vuajnë edhe mungesën e energjisë elektrike. Shkak është bërë një avari në rrjetin elektrik të zonës. Banorët i bëjnë apel drejtuesve të OSHE-s të ndërhyjnë për riparimin e këtij defekti. Po tash 3 ditë s'kena. Nuk kena me fjalë për arsye se mund të putet më të vërmoshit. Edhe këtu në s'kena drita. Pse mos i daj korrentin për shkakun, me fjalë ne më na lën vesh për shkakun, jo se në zonë malore, se më kanë bëjë këto brize, e sipër a zonë malore, më na shput dritat për shkakun, ka defekta ditë na shpusin ne, janë 7 kilometra prej do. E 4 ditë sot. Na mëti, për putelat. Edhe nështë s'kan mundësi tash elektricisa, sa është ftohtë. Na rrim hot. Drejt nuk janë drejta. Të ku nuk kemi. Ai drejtori, ai keshit nuk dhe pret punë. Kuj me thana? Për çdo muaj kanë paguar. Ka 4-50.000 lekë. Deri më tani askush nuk është kujtuar për këto banor, edhe pse këto të fundit kanë lajmëruar edhe përfaqësuesit e pushtetit lokal. Banorët e Bashkisë së Malësisë së Madhe po përballen me një sër problematikash gjatë këtyre ditëve si pasojë e borës, akullit dhe gricës, si dhe temperaturave të ulta ekstreme.